Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë në këtë takim të radhës të emisionit Dritarja e Agjëruesit. Si çdo mbrëmje dhe sonte do të jemi me një tjetër mysafir, me ne sot është Hoxh Shaban Murati, me të cilin do të mirëpresim telefonatat tuaja nga ky moment. Ndërsa me Hoxhën fillimisht do të flasim lidhur me dhikrin në Ramazan. Hoxh, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit. Ashtu edhe për mua. Atëherë Hoxh, dhikri nuk është vetëm një përmendje e zakonshme, apo nuk është një ibadet që thuhet si jashtë Ramazanit. Kap një vlerë më të lartë, apo jo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i dërgojmë përshëndetjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin dhe shkojnë pas rrugës së tij deri në ditën e Kiametit. Normal si çdo vepër e mirë në Ramazan, që ka shpërblimin e shumë fesht, prej tyre është edhe dhikri, përmendja e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhikri zatën Ramazani mund të llogaritet edhe muaj i përmendjes së Allahu xhalla xhelaluhu. Dhikri do thotë është një ibadet me të cilën besimtari e shëron zemrën e tij, e shëron shpirtin e tij, po në Ramazan duhet ta shpeshtoj dhe duhet ta veçoj, do thotë ditën e Ramazanit edhe natën e Ramazanit me përmendjen e Allahut xhalla xhelaluhu. Nëse veprat e mira shpërblehen jashtë Ramazanit, do thotë në prej 10-ve në 700 herë, në Ramazan do thotë ka një shumë fishim të shpërblimit të veprave, e që përmendja Allahu xhalla xhelalu është çështja më e lehtë që mund ta bëj besimtari në jetën e tij. E këta duhet ta shpeshtoj, sidomos në Ramazan. Allahu xhalla xhelalu ka përmend njerëzit të cilët apo besimtarët robët e tij të mirë të cilët e përmendin Allahun në çdo situatë, në çdo gjendje, në çdo formë që janë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ata të cilët e përmendin Allahun kur janë në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë të shtrirë. Do në çdo situatë përmendin shumë herë Allahun xhalla xhelaluhu. Ndërsa në Ramazan do thotë, siç ka ardhur në disa transmetime, se një fjalë subhanallah në Ramazan është e barabartë me 1000 herë jashtë Ramazanit. Por një fjalë subhanallah brenda disa sekondave mund ta thuash këtë. E paramendoj do subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah la ilaha illallah. Do sa ke mundësi brenda ditës së Ramazanit që ta shqiptosh këtë fjalë, e të fitosh shumë. Do nëse kalkulojmë në kontekstin e shpërblimeve, një subhanallah është në xhenet ka shumë shpërblim, apo është një pemë në xhenet. Po, për çdo subhanallah që e thue, që ka ardhur në hadithet e pejgamberit, e mbjell një pemë, një hurme në xhenet. Dhe tash kur shumë fishohet kjo në Ramazan, po kalkulimet tona nuk mund ta mbulojnë, do thotë llogaritë tona nuk mund ta mbulojnë, përveç se atë që Allahu xhalla xhelalu shpërblen për to, sepse më të vërtetë në Ramazan do thotë dhikri zë një vend të veçantë në ditën e Ramazanit, po edhe në natën e Ramazanit. Prandaj kujdes nga shkujdesja. Po, ashtu. Do të është shumë e rëndësishme që ta kemi parasysh këtë, sepse do thotë mund të fitojmë shumë. Ndërsa në të njëjtën kohë mund të mbesim do thotë pa asgjë, ndoshta nëse nuk jemi të kujdesshëm që të bëjmë dhikr sa më shumë në ditën dhe natën e Ramazanit. Po si ndihet besimtari Hoxh gjatë agjërimit kur ja shton kësaj edhe dhikrin? Sepse dhikri bëhet në çdo gjendje, siç e përmendët ju, duke udhëtuar, duke ecur, duke qëndruar, duke punuar e kështu me radhë. Është një ibadet sa i lehtë, aq edhe i mundshëm në çdo rrethant dhe në çdo situatë të praktikohet. Si ndikon te besimtari?
Është më rëndësi do thotë kur përmendet Allahu xhalla xhelalu kur bëhet dhikr që të mos mjaftohemi vetëm me gjuhën tonë, edhe pse që ka në disa hadithe të pejgamberit që kur e ka pyet do thotë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej shokëve të tij, ka thonë le të vazhdoj gjuha jote e lagur me përmendjen e Allahu xhalla xhelalu. Mirë po duhet të meditojmë në atë që thojmë për me pas ndikimin e duhur dhe me arrit do thotë qëllimin përmendja Allahu xhalla xhelalu. Kur thua subhanallah, do një duke madhru Allahun xhalla xhelaluhu, edhe kjo do thotë mu meditue në zemrën tënde dhe në shpirtin tënd dhe në mendjen tënde. Pra kjo përmendje e Zotit buroj prej zemrës. Po, buroj prej zemrës, për arsye se njeriu mund ta thotë përmendjen dhikrin vetëm me gjuhën e tij, mirë po nuk e bën efektin sa duhet, sikur që duhet të buroj nga zemra. Andaj dhikri më i mirë është ai i cili mburon nga zemra duke u shpreh përmes gjuhës së besimtarit. Do në rajt apo burimin do thotë duhet ta ketë nga zemra që ta bëj ndikimin edhe që të reflektoj do thotë në imanin ton, edhe në bindjen tonë, edhe në fuqinë tonë në fenë Allahu xhalla xhelalu. Andaj do thotë me përmend Allahun xhalla xhelalu me zemër dhe me gjuhë, kjo është ajo e cila kërkohet. Mirë po ndonjëherë do të njeriu nuk mund me çan ndoshta nivelin e duhur gjithmonë me zemrën e tij, atëherë do të vazhdoj vazhdimisht ta përmend Allahun xhalla xhelalu me gjuhën e tij. Mirë po është më rëndësi thashë edhe një që të meditojmë në atë që e themi në mënyrë që të ndikojë do të thotë në zemër, sepse ushqimi më i mirë i zemrës është përmendja Allahu xhalla xhelalu. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruajnë do thotë gjendjen e tij, thonë ka përmend Allahun më shumë se brenda një mexhlisi ka thonë më shumë se 70 herë subhanallah, astaghfirullah. Unë ka përmend Allahun xhalla xhelalu gjithmonë edhe vazhdimisht. Andaj do thotë ashtu edhe kjo është do thotë vërtetimi i fjalës së Allahu xhalla xhelalu që thotë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahu xhalla xhelalu qetësohen dhe rahatohen zemrat. Andaj çdo herë që ke ndonjë breng, ndonjë telashe, ndonjë do thotë sprov diçka, ndalu dhe me gjuhën, me zemrën tonë dhe me gjuhën përmend Allahun xhalla xhelalu, vallahi Allahu ka me ta flladit zemrën edhe ka me ta largue. Masa dhe dëgjojmë hoxh ndonjëherë disa njerëz e shprehin këtë kënaqësi që e ndjejnë përmes dhikrit. Pra ajo që ka përmes burimit nga zemra, nëse thuhet duke menduar rreth madhështisë së Allahut dhe pastaj e madhron atë me gjuhë. Ndërkohë të dashur miq, ne kemi hapur linjën për ju, do t'ju mirëpresim të na telefononi dhe do doja edhe pak kohë të ndalemi tek kjo çështje. Pra është qetësi zemre, është largimi i stresit apo jo? Po, në anën tjetër dhikri. Dhikri shumë ndikon edhe në largimin e stresit, në largimin e gjendjes depresive. Mendoj që me kuptuar pra nëse bëhet sipas kuptimit të drejtë. Nëse bëhet sipas kuptimit asaj që e tham me buruar nga zemra, e mu shpreh përmes gjuhës, sepse gjuha është një organ i cili do thotë vetëm e artikulon ato që ti e komandohet nga zemra. Po ajo që komandohet nga zemra, do të thotë është një ushtar që generali apo komandanti ja jep një urdhër. E nëse do thotë e buron nga zemra, atëherë do thotë ka me lut patjetër ndikimin, edhe mendoj që njerëzit që kanë don strese, kanë ngarkesa, kanë probleme ndryshme, le ta provojnë dhe le ta testojnë gjendjen e tyre apo veten e tyre me përmendjen e Allahu xhalla xhelalu, mirë po le të mundohen sa më shumë do thotë subhanallah kur thuhet do thotë thuje me plot zemër, me plot shpirt. Edhe paramendoj madhështinë e Allahu xhalla xhelalu. A ka rëndësi që dihet edhe kuptimi i asaj që themi subhanallah në këtë rast i lartësuar qoftë Allahu. Pra të dim edhe çfarë po themi para. Ajo është shumë e rëndësishme, do thotë ta kuptojmë dhe kur e kupton ti çka po thua, atëherë do thotë sigurisht se ka me ndikuar zemrën tonë, ka me buru prej zemrës tonë. Mirë, po nëse vetëm bëhet rutinë do thotë përmendja Allahu xhalla xhelalu, pa e ndije madhështinë përmes zemrës tonë, edhe kjo është e kërkuar, mirë, po nuk mund ndoshta ta kenë ndikimin që e ka ajo që buron prej zemrës. Dhe kemi telefonat, mirë po dua edhe një çështje këtu hoxh. Kur jemi te dhikri mëngjesit dhe i mbrëmjes, sidomos në Ramazan, pse duhet të praktikohet rregullisht dhe sa ka rëndësi që pastaj të vazhdoj besimtari me këtë dhikr? Dhikri i mbrëmjes dhe i mëngjesit janë dy prej momenteve që nuk duhet me lshu besimtari asnjëherë.
Pse? Don pasi ta falin sabahun dhe ose para se me hi akşami, po mundet edhe masi të kaloj, don masi të hin akşami. Për arsye se mburoja më e fuqishme kundër djallit, mburoja më e fuqishme kundër gjinëve, mburoja më e fuqishme kundër gjanave të këqija, gjanave të sherrit në këtë dunja, është do të thotë përmendja e Allahu xhalla xhelalu. Dhe çdo dhikr që thuhet e ka një vlerë. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e kënon ajeti kursin, do të thotë para se në mëngjes, është mbrojtjen e Allahut derisa të bi terri. Kush e kënon kur bi terri, është mbrojtjen e Allahut derisa zgjohet në mëngjes. Pastaj do thotë dhikra tjera që ka premtuar se do të jetë mbrojtjen e Allahu xhalla xhelalu, do t'i shumëfishohet shpërblimin në këtë mënyrë dhe në këtë mënyrë. Do thotë edhe ulemaja kur kanë folë se Allahu azza ka thënë wadhakirin Allaha kathiran wadhakirat. Kush janë ata të cilët Allahu i ka përmend, ka thënë dhe ata të cilët e përmendin Allahun shumë dhe ato të cilat e përmendin Allahun shumë. Si mund me arrit të këtë nivel që më kanë prej atyre që Allahu ka thënë që ta janë ata që e përmendin Allahun shumë? Njëna prej mendimeve ka thonë ai i cili i rrin gati dhikrit të mëngjesit dhe dhikrit të mbrëmjes, ti ki më kon prej atyre që Allahu i ka lavdruar në Kur'an, ata të cilët e përmendin Allahun shumë dhe ato të cilat e përmendin Allahun shumë. Mirë, temë e rëndësishme shumë, por edhe ka shumë detaje që mund të mësojmë nga dhikri, por tani do të kalojmë tek telefonuesit, do të mirëpresim telefonatën e parë, alo? Alo, mirë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E kam një përshëndetje për Hoxhën, edhe një pyetje. Faleminderit, po. Po unë bëj namaz, po hun gjak, po më qeshën, a më prishet abdesi? E qartë. Rajt, kalofshit mirë, selam aleikum. Kalofshit mirë, aleikum selam, gjithashtu agjerim të lehtë edhe për ju. Do të marrim një tjetër telefonat, alo? Alo. Po? Vej, ojtë du me vejtën, se jam bo shumë marat, mi ka bo, gjalli i begi do vej, qish me ja bo, me ranë të qvet. Edhe njëherë të lutem? Me vejtë ojtën, se jam bo shumë marat, se mi ka bo, gjalli i begi do vej, se jam të ranë të qvet. Shka do të me bo? E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Telefonata e radhës, urnoni. Alo? Iko. A e prish gjaku abdesin? Normal do thot në shkollën juridike hanefite do thot dalja e gjakut e prish abdesin. Mirë po tek shkolla tjera juridike nuk e prish abdesin dalja e gjakut. Po si do shtë jetë do thot edhe në këtë rast, nëse kjo motra ka probleme të vazhdueshme me këtë, atëherë do thot është gjendje që do thot të arsyeshme, edhe do thot nuk e prish në këtë rast, përderisa është gjendje e vazhdueshme e saj, do në llogaritet do thot person me arsye, edhe tek shkolla juridike hanefi do nuk e prish abdesin, vetëm se këtu do thot është mirë që të marr abdes për çdo namaz, ndërsa tek shkolla tjera juridike që nuk e prish dalja e gjakut abdesin, atëherë do thotë e merr abdes, e fal namazin dhe me çat abdes mund të falë edhe namazet tjera. E shqetësuar për kismetin e djalit, pra për martesën në këtë rast? Nana, në përgjithësi do thotë do nusen në shtëpi. Po, do nusen në shtëpi dhe vazhdimisht do thotë i kanë këto derte, do thotë me i rahatu fëmijën, me i rahatu evlat, këto brenga janë të nanës, do thotë që është do thotë evladi për ta është pjesë e shpirtit saj. Mirë po, në këtë rast nana ka një armë të fortë me vete për me realizue dëshirat që ajo i dënë për djalin e vetë, e që është duaja, lutja. Sidomos do thotë në këto net të Ramazanit dhe në këto ditë të Ramazanit, le ta shfrytëzoj kjo motër dhe le t'i lutet Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu t'ja plotësoj atë dëshirë edhe t'ja lehtësoj do thotë çështjen e nafakës apo zgjedhjes së fatit për djalin e saj. Pas kësaj ndonjëherë ka fajsime të kismetit në këtë rast, që thonë nuk po ecë kismeti, mirë po nuk trajtohen edhe rrethanat, trendet që janë për vonimin e martesës e kështu me radhë. Pra, a duhet diskutuar dhe trajtuar temën edhe në këtë aspekt?
Po normal, do thotë, çështja e martesës. Vonesa është bërë trend. Po, është bërë trend që për fat keq, dhe do thotë kjo vonesë po na shkakton do thotë vonesa në shumë gjëra tjera, në gjenerata. Jo do thotë vetëm tek ky, po në gjenerata tashme, se gjithmonë nëse e vonon 1 vit, a 2, a 3 martesën, do në që atëherë do thotë vetëm se ke stagnue nga ai procesi që është normal edhe që duhet më zhvilluar, do të ke lënë mbrapa do thotë gjenerata. Andaj do të është me të vërtet një mosibet nëse du guxojmë me kështu, dhe një trend që duhet të kthjellemi nga kjo, duhet ta kërkojmë edhe duhet të i marrëme sebepet edhe duhet të mundohemi e pastaj do thotë të mbështetem Allahut edhe të gjojmë do format dhe metodat për me arrit deri te kjo. Nëse është një pengesë diçka do të më mundu me të kalu, me trajtu atë pengesë, po në përgjithësi do thotë duhet të hiqet nga mendja e trive ton, edhe trejave tona, vëllezër dhe motra, djemve dhe bijave tona, që pa i plotësu disa rene, disa gjona nuk duhet mu martue. Kjo është në kundërshtim me ato që na porosit feja. I yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allahu ka thënë nëse martohuni, se ka thënë nëse martoheni, nëse jeni fuqara, Zoti ka më ju pasunue. Edhe praktikisht do të thotë secili njeri që ka shpejtuar martesën, afejesën edhe martesën, gjithmonë do të thotë punët ju kanë rregulluar më shpejt se sa ai që ka menduar. Kupton? Pse? Po edhe logjikisht, do të thonë kur ta merresh edhe në nusën në shtëpi, do të thonë kur bëhesh vetë i dyti, do të thotë tash i ke 2 rrezikë në shtëpi. Do të ai vajza vjen me rrezikun e vet, po djali ka rrezikun. Kur bëhen 2 bereqete në shtëpi, normal që do të zhvillohet më shpejt. Edhe elhamdulillah do thotë kjo, edhe praktikisht është vërejtë që çata që e kanë shpejtuar martesën, do ndoshta fillimisht kanë bë sabër pak, mirë po Allahu xhelle xhela ju ka thue bereqet, andaj do thotë martesa është njëna prej shkaqeve më të mëdha që ta sjell bereqetin në shtëpi edhe rrezikun në shtëpi. Do mos të bimi në ndikimin e këtij trendi që jo pa i bë kushtet mirë nuk duhet martona, pa kry shkollën mirë nuk duhet martona, sidomos kjo është tek vajzat që do thotë kalon shpejt koha, edhe pastaj do thotë është vështirë që të vendoset edhe është vështirë që ta gjej do thotë atë që ta bëj jetën me ta si çift bashkëtorë. Ndërsa nënës i mbetet duaja. Nënës i mbetet duaja, të trajtohet probleme edhe të mira në sebebe tjera, nëse ka nevojë, do thotë mirë, po do thotë të mira ato sebebe që janë do thotë të prekshme fillimisht, praktike, pastaj do thotë të shkohet edhe në gjëra tjera nëse e shet që s'po qilet dera. E qartë. Do të mirëpresim telefonatën tjetër, alo? Alo, Ornone? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një 2 pyetje hoxhës që se ban. Po, ban. Unë që 9 vite folna, edhe elhamdulillah pi Allahut tash të jam mbuluar në Ramazan. Do me thonë ditën e martë jam mbulu, dikush të ke që zban ditën e martë, se ke lanë premtën, desha ta pesoj që na ka lidhje këna i sen. Edhe e dyta nëse ban dikush hakme për tyje, a lejot, pa pare, veç për shpirt vetin. E qartë. E qëto 2 pyetje nësë është e mundër. Pa tjetër. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirëpresim një tjetër telefonues. Ornone? Mirëmbrëma. Disa me bënë pyetje vogël. Po. Sot dhe vajza në shkolla Gjerushëm, e së në të një të zanë dhe ja ka të zanë të qasë gjatë. A ju ka prisë të të? Pra ka qenë të mjeku i dhënve dhe... Po, edhe ja ka grynë, i ka që gjatë. A ju ka prisët kjo ditë sot që ka gjërë? Nuk ka gëlltit asgjë. Po, jo. Faleminderit. Faleminderit, në mirë. Mirëpresim telefonuesin e radhës, apo do të shkojmë me përgjigjet? Mirë, hoqë, vazhdojmë me çështjen e mbulesës, a ka rëndësi dita? Jo, nuk ka rëndësi dita, as nuk ka rëndësi momenti, ka rëndësi vendimi edhe vendosmëria për ta vendosur mbulesën. Alhamdulillah, inshallah ja shpërblen
këtë moment që ka marrë këtë iniciativë dhe kjo urdhër i Allahut azza nuk duhet të ngadalësohet, por ja që do të thotë nga njëherë hasme tek disa që edhe do të thotë e ngadalsojnë këtë urdhër të Allahut xhalla xhala prej bijave tona dhe motrave tona. Nuk ka ditët janë këtë Zotit, ditët këtë janë Zotit, nuk ka do të thotë dallim e martë e mërkur. To e mendoj që më shumë llafe muhabete në grave, e që nuk çon pesh sikur edhe të çon gjëra tjera, ndoshta të shumë bestytni që lidhen jo ditën natën nuk bën të pritin, thotë jo kjo ja don janë nuk ka nuk kanë bazë në fe. Po nuk bën të pastrohet njeriu filan ditën apo kështu. Janë pa baza këto. Andaj do të thotë është momenti që ti duhet të vendosësh për një dispozitë të Allahut, elhamdullah që Allahu ta ka mësuar. Hatmja pa pare, mendoj që dikush nëse të shtin atë problem të hatmës pa pare, nuk ka të keqe inshallah. Edhe ka sevap ai që e këndon, po sikur që edhe një pjesë e shpërblim mund të shkoj aty. Mirë po, porosia ime është që mos presin kjo motra dikush mi knu hatme asaj, politik në i vetë saj. Do të letë mësohet inshallah ndal nga dalë me mësimin e leximit Kur'anit, edhe kënaqet të bëhet me për veten e saj. Edhe kjo është më e mirë. Vajza thot ka pas intervenim në dhëmb, i ka dalë gjaku, a e ka prish agjërimin? Normal do të intervenimin në dhëmb, përderisa aty pastaj do të thotë mund të shkaktoj gjak, derdhje, mund të shkaktoj do të ilaçe ndryshme që nuk është lehtë me mirëmbajt veten edhe mos me shku diçka në fyt. Nëse kjo do të thotë mund të bëhet pas iftarit, të shtyhet është më mirë, por më qenë më sigurt. Mirë, po nëse ka ndonjë moment që nuk mund të durohet dhe duhet intervenim edhe gjatë ditës Ramazanit, do thotë shkon dhe edhe nëse i shkon diçka përmes fytit, atëherë obligohet që ta kompenzoj me një ditë tjetër jashtë Ramazanit. Mirë, po nëse është e sigurt se nuk ka shku diçka në fytin e saj, do thotë prej ilaçeve apo prej gjakderës që ka dalë, atëherë nuk e prish agjërimin. Qartë. Vazhdojmë me telefonata tjera, alo? Selam aleikum bujar. Aleikum selam. Deshta një pyetje me apo hoxhës. Po? Unë pi falit taravit, ka 2 recat. Po. Edhe tash çdo 2 recat s'po bëj salavat. Allah me po tash ku ta kryj kret, a me bë dhikr? Pra dhikr pas teravive. Po, që ta deshta me pyet hoxhën. Edhe po jesi shumë sene dhe jam buk sene piqes qenve. S'kom njerëz këtu. Po thonë për Allah edhe për shpirt në nësë me, nështë mos po gaboj. Që to kjenë, pata qef me ditë për e hoxhës. Natën e mirë. Natën e mirë. Vazhdojmë tutje. Alo? Po ndëgjomi? Po? E kam edhe një pyetje. Po? Edhe jam mësu elhamdulillah me lezu Kur'an. Për rregullat shumë mirë nuk i di zgjatimet të rregullat bashkëmirë nuk i di. Am zinjet taman hatme nuk më zinjet. Pra dhe më herë telefonove për ndonjë pyetje, po? Po, që kje jam. Mirë. Faleminderit. Atëherë i fali thot teravit nga 2 rekate, bëj salavate dhe në fund të dhikrit, në fund të teravive a duhet bërë dhikr? Nuk është obligative, në kuptimin do thotë që me thonë... Sikurse që ka dhikri namazit. Dhikri namazit, pas namazit. Mirë, po sa të bëjsh dhikr, do thotë është e mirë kjo. Edhe kjo, i fali 2 reqate dhe pas ne vazhdimisht kënej salavate, edhe kjo nuk do thotë që duhet me shku bashkë në qitë ritme vazhdimisht, hapëtan. Ti fali namazin e teravive, ullësh përmend Allahun xhelle xhelalu sa të kesh mundësi, dhe do të thotë ngritesh pastaj prap fal, prap ulesh do të përmend Allahun sa të kesh mundësi, do jo me menduar që çështu po bëj ka, çështu po desh ka dhe nuk bën ndryshe, por çështë tash ish veten mami. Nuk je shumë e lodht, ngritesh dhe fal namaz. Je pak e ndi vetën më lodh, ulesh dhe përmend Allahun xhelle xhelal. Pra mund bëj kombinim adhurimi. Po, kombinim adhurimi dhe kjo alhamdulillah është gjërësia e kësaj feje
Dhe mundësia për me bë do thotë vepra ndryshme, lodhesh në diçka, del në diçka tjetër, do thotë e përfundon këto, del në diçka tjetër. Kështu është edhe malet për shpirtin e besimtarit, sepse do thotë kur bëhet llojshmëria e adhurimit, nuk ka hapësirë për monotoni. Nuk ka hapësirë për monotoni. Po. Ushqimin e tepruar, thotë, a jep qenve për hir të Allahut dhe për sevape për nënën. Po, shumë me vend, inshallah i shkon sevape dhe edhe nënës tane, sepse është prej veprave të mira që e bën e vladi për ta, e normal që inshallah edhe ti ki sevap, po edhe nuk i mungon shpërblimi edhe për atë që e bën jetë. Nuk i di mirë, thot, rregullat e Kuranit, a është në rregull që po lexoj ashtu, pra sipas mundësisë. Leximi i Kuranit, edhe kjo është përmendur në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata cilët e lexojnë mirë Kur'anin, do thotë el-mahir bil Kur'an, ai cili do thotë din me lexu mirë, me shqiptu mirë, thotë do të jetë me melaçet në ditë kiametit. Do thotë ndërsa kush e lexon Kur'anin vojete ta fil Kur'an, ka thonë dhe lodhet të e lexu Kur'anin, do të lodhet të e lexu Kur'anin, bën ndonjë gabim, do thotë bën ndonjë lëshim, do thotë i vjen pak më vështirë, ka thonë i ka dy shpërblime. Një që e ka lexu Kur'anin dhe një që është lodh, do thotë për lexim gjatë leximit të Kur'anit. Andaj nuk bën me na bë vezvese shejtani me thonë unë s'po di me lexu mirë pe laket. Pra edhe përpjekja ka shpërblim. Po edhe përpjekja ka shpërblim. Do një që e ke lexu Kur'anin, një që je përpjek edhe je lodh të e lexuar dhe kjo nuk të humb tek Allah azza wa jall. Andaj do thotë leximi i Kur'anit është sikur edhe njohuri tjera që i fiton njeriu ose leximin e librave ndryshme që e bën. Do të sa më shpesh ta lexosh, aq më mirë kimë kuptue. Edhe leximin e Kuranit, sa më shpesh që të lexosh, aq më mirë kimë përmirësue veten. Apo fillon me ngadalë, do thotë tu i lidh shkronjën ka pak, tu e bën një gabim, e pyet do thotë dikan, edhe fillon do thotë tu e përmirësue veten. Kuranin pa gabim fare, të paktën janë ata që e lexojnë. Se cili i kemi gabimet gjatë leximit, po mundohemi me përmirësu veten. Është mirë do thotë mu kyç në ndonjë sistem, do thotë tash ka edhe online, do thotë përmes aplikacioneve ndryshme ose do të përmes programeve ndryshme që mbajnë edhe gjinia femrore dhe motrat muslimane, do të hapin grupe ndryshme përmes internetit. Futesh aty edhe është më rëndësi që Kur'anin me lexu para mësuesit, para dikujt që të ndëgjon. Sepse vetë nuk mund me përmirësu veten. Pa marrë parasysh nëse i din rregullat mirë, se leximi i Kuranit më shumë varet nga ana praktike sesa nga ana teorike. Për këtë arsye gjen shumë prej besimtarëve që do thotë ta lexon me rregullat të tajvidit Kur'anin, shumë mirë, kur e pyet cila është kjo rregull nuk din me ta thonë. Kështu teorikisht. Po pse? Sepse praktika është më e rëndësishme në leximin e Kur'anit sesa ana teorike. Andaj do thotë është mirë më rëndësishme e praktikun kush ta tregon? Ta tregon do thotë hoxha, mësuesi, është mirë me lexue para mësuesit derisa të fillosh do thotë me lexue më rrjedhshëm, po gjithmonë kimë pas nevojë dhe kimë pas nevojë për përmirësi. Patjetër. Do të vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Respekt për juve dhe për hoxhën, e pata një pyetje. Faleminderit, po. Për shembull te sadaka ose te sadakaja rrjedhse, fjala po bjen e bojmë njët mi jep 20 euro ose 50 euro. Edhe tash për shembull në sadak konsideroj me fut veten, prindrit e mi, po shumë herë lakmoj mi fut edhe gjithë muslimanët. A zbehet ai njët, do me thonë ajo sasijet hollave që jepet, apo mjafton do me thonë sa do që përfshihet ndoshta në këtë njët një numër i madh i besimtarëve. Faleminderit. Do me thonë, a ta lojmë sadakon për më pak persona, apo të fusim sa ma shumë aty? Edhe njëti a duhet gojarisht bëhet, apo thjesht e din me zemër për kënë e kinjet edhe a mjafton me kaq? Faleminderit. Allah ju nderoft. Selam aleikum. Amin. Dhe juve, aleikum selam. Presim një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxha. Po? E desha me ditë kur të falit namazin e yatsit, e përfundoj na dhe vitrin. E tani nëse dojna prapë mu që me falë namaz natës, a muj na dhe qysh me falë. Dhe më thonë për qatë natë e kena përfundua dhe vitrin. E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve.
Atëherë hoxh, a e dobëson sadakan nëse përfshihen të gjithë muslimanët aty? Jo, nuk e dobëson. Allahu ka mjaft për secilin prej ne me na dhon. Dhe depotet e Allahut nuk shterren asnjëherë. Dhe futja madhështore është. Madhështore është. Futja e personave do thotë siç e përmendi edhe motra bile shpesh herë, do shta bën me bonjet o Zot, po jep që sadak edhe për ata muslimanë që nuk kanë mundësi me dhon. Dhe për ata besimtarë që janë fukara, ki me gjetë tek Allah Azza wa Jall. Dhe aty ndoshta do të shkojsh problemi ditë kiametit, thotë ka kjo. O Zot, unë s'kam pas me dhon. Thotë ka është problemi për atij që e ka bën jetë edhe për tyje. Andaj do thotë nuk zbehet sikur ka vepruar Muhamedi alayhis salam me kurbanin apo jo. Ashtu. Për të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi. Për gjithë muslimanë, për gjithë ata që nuk kanë mundësi. Dhe këto shtinxhëri do thotë edhe personalisht kanë e praktikoj do thotë kur do me dhon diçka them o Zot me mendjen teme, me zemrën, po jep për çita edhe për ata besimtar, për nanë, për babe, për familje, po për ata edhe për ata që nuk kanë mundësi. Pra ndonjëherë është mirë të përfshihen edhe të tjerë, të gjithë pa përjashtim. Sepse inshallah kanë më bëhet senik do thotë në shpërblimin tan. Aty nuk paksohet as pak shpërblimi, sado do thonë që përfshin. Përkundër se kimë marrë problem edhe kimë fitue, sepse për çdo të mirë që e bën për dikon, do kjo është një mirë që po do më bë për dikon, kime fitue një shpërblim për veten tane, e nëse i shtin këtë musliman, tash miliarda musliman në botë, miliarda, kjo është me të vërtet një mendje përretësie besimtarit në tregti me Zotin tanë, që me fitue sa ma shumë. Ndërsa niyeti thotë, do të thuhet me gojë apo jo, nuk ka nevojë niyeti të shprehet me gojë. Mjafton do të me zemër, edhe me ditë, edhe mi fol vetes tone se për çka do thotë po e bën, për çka po e jap kët. Pas se thotë fali vitrin, por pastaj duhet fali namaz natës. A është në rregull, a duhet përsëritur vitrin? Jo, në rregull është, mendimi mendoj që më saktë është e para, nëse je prej atyre që ngritesh shumicën e rasteve vazhdimisht pothuajse, nëse ngritesh me fal namaz natë, është mirë që vitrin ta lësh në kohë kur e përfundon namazin e natës, jo me fal masjacis më njëherë. Kjo është më e mira. Po nëse ty do thotë e ke fal namazin e vitrit me yaci, do nuk je i rregull do të ngritje natë për mu fal namaz natës, e ke fal namazin e vitrit me yaci dhe ngritesh do të ka dal xhumi dhe kije do thotë fuqi, ki forcë, don me u ngrit me fal do recate namaz natës, i fal 2 sa dush me fal nga 2 recate, ndërsa nuk ka nevojë do thotë me përsërit vitrin prap. Edhe pse kjo është temë diskutuese, do thotë disa thonë se do të fal një recate kur të fillon namazin e natës, që mi bëhet qift me vitrin që e ke përfundu tek, e pasaj do të fillon me namaz me 2 recate dhe përfundon prap me vitër, dhe disa thonë se kur ta falsh, për shembull nëse e falmi me xhamat tash në Ramazan, edhe vitrin thonë disa nëse e mendonsh me dal më natën hala me fal namaz, atëherë do të ngritesh e fal edhe një recate, do të hin në namaz me njet të namazit nafile, jo me njet vitrit, edhe ngritesh e fal edhe një recate i bën do thotë 2 ose do i bën 4, në rast se falet namazin me vitrin me 3 recate, edhe pastaj do të kryen vitrin edhe një herë në fund të namazit natës. Shkojmë pak me kombinime me mesazhe, e di që kemi telefonata në pritje, por për korrektësi të atyre që na kanë shkruar, thotë a lejo të pres kurban për fëmijë pasi s'kemi fëmijë tash e 6 vite, apo është më mirë t'ja para sadaka? Bën me prej kurban, me niyet opton sadak dhe me niyet që Allahu xhelle xhelalu më të furnizue me evlat. Nuk ka të keqe, po edhe me dhon sadak me ndihmu dikujt, do me këtë niyet, inshallah Allah azza xhel të furnizon me evlat hajrit, edhe ta plotson këtë dëshirë, mbështet ju Allahut azza xhel dhe kënaqu me ato që Zoti e ka caktuar për tyje, se s'dihet ku është hajri dhe ku është e mira. Duhet jesh i bindur ose e bindur që Allahu azza wa jall cakton për robën e vet vetëm atë që është e mirë, vetëm atë që është e mirë. Për këtë arsye kemi raste bojar që do thotë kanë fëmijë, mirë po janë dalë për rrugës Zotit, shpreson edhe thotë o mos ti kisha pas fare hiç. Kupton? Do thotë nuk dihet ku është urtësia e Allahut azza wa jall,
do të thotë kënaqur me ato që Zoti ta ka dhënë, po gjithmonë të i marr sebepet për ato që është e lehtëshme dhe do të thotë që ta mundsoj Allahu për një evlat hajrit, qoftë për mes lutje, po gjithmonë kur ta lutsh Allahun, thuj o Zot, nëse është hajër për mua. Se të ardhmen nuk e dimi, mund me qenë do të thotë ti insiston në diçka, për shkak të insistimit tonë, Allahu ta plotëson ato, po është në një të ardhme tani pastaj është që me të vërtetë do të thotë paske pas insistim të gabum, sepse Allahu azza wa jalla ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allahu e din e na nuk e dimi ku është më e mirë. Ju pyetje thotë, a kam gjuna nëse për shkak se çoj djalin 7 vjeçar te logopedi nuk arrit t'i fal namazin e drekës dhe ikindis në kohë. Pra në atë kohë është në lëvizje. Wallahi sa të kesh mundësi mundohet që namazit falet në kohën e vet. Nëse nuk mundesh gjitha, do të thonë fale veç farzin, drekës apo të ikindis apo të akşamit, fale veç farzin edhe lirohesh nga obligimi. Mos ja lejo vetës dhe mos ja bë vetës do të thotë normalitet, që gjithmonë kur ki pak një angazhim ose një diçka, hajse e fali i bashkoje, e fali drekun kohë të ikindis ose kështu me radhë, sepse inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, Allahu ka thënë namazi është kohën e vet. Është saktim kohën e vet. Vazhdojmë tani me telefonata, alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kam një pyetje për hoxhan. Po. Kam me bon një analizë më rëjin, edhe ajo bëhet me kontrast. A prishet Ramazani? Analizë? Po, një analizë, po më rëjin. Vija të më kuptan. Ndonjë gjaku apo qysh, po? Po, duhet me dhënë kontrast për shkak të modu. Kontrast? Ma mirë, po. E keni qartë hoqë? Jo, nuk mësëm. S'po e kuptojmë llojin e analizës. Për mes vejnave duhet me dhënë një lloj kontrasti thuhet në analizë për shkak më di diagnoza më mirë. E qartë, faleminderit. Natën e mirë. Selam aleikum. Ka ana e mjekësisë. Nuk është se i kuptojmë shumë gjëra. Do që ndaj e qartë, marrim një tjetër telefonat, pastaj e trajtojmë këtë pyetje. Alo? Mirë. Çështja e analizave, besoj ju shpeshherë këtu edhe keni musafir edhe mjek, po edhe mjek fetar, do të thonë që kanë edhe anën fetare përgatitur bukur mirë, po edhe nga aspekti shkencor, mendoj që mund me ja shpjegua edhe më mirë këtë çështje, po në përgjithësi do thotë analizat, marrja e gjakut për analiza, do në Ramazan nuk e prish Ramazanin. Mirë po, do thotë nëse mund të bëhet kjo pas iftarit do të ishte më mirë, sepse tuta është që, ose frika është që nëse bëhen analizat gjatë Ramazanit, gjatë agjërimit, ashtu edhe pak i lodhur nga etja, nga uria, edhe marrja e gjakut ndoshta e dobëson edhe më shumë imunitetin tanë, atëherë do të thotë mund të vijë deri në moment që do të detyrohesh me prish agjërimin për me kthy do të thotë stabilitetin tanë, me kthy imunitetin tanë. Andaj do të thotë nëse është e mundur mas iftarit më bë këtu është më mirë, por nëse nuk është e mundur duhet ta dimë që nuk e prishin marrja e gjakut për analizë, nuk e prish agjërimin. Qartë. Vazhdojmë tutje, marrim një tjetër telefonat apo e lexojmë mesazhet. Mirë. Thot kam shumë frikë nga vdekja. Edhe pse jam besimtare dhe mundohem të bëj ibadete, më shqetëson fakti që kur kam qenë më e re, pa dije të mjaftueshme fetare, gjatë disa sprovave nuk kam pasur durim. Kam frikë, mos kam rënë në kufër. Frika ndaj vdekjes është mund të trajtohet në dy aspekte. Nganjëherë mund të jetë kurth e shejtanit. Do thotë intrigë dhe mashtrim i shejtanit, me të bëhe kompleks dhe me ta kriju ty një stres në jetë, ose një gjendje depresive, e pastaj ti me kalu do thotë në jo normalitet. Dhe kjo është ndaluar fetarisht, do thotë ose me ta humb shpresën për jetë edhe me të kemi raste plot kur vinë dhe diskutojmë me ta, thotë po tutna pe dekos, a kupton? Ndërsa kënena do thotë as nuk e
realisht tutën e ka pe dekos, po jo me shtu vepra të mira, jo me bo diçka namaz ma shumë, ma diçka, po ja ka hup shpresën për jetë komplet, edhe ka bo pasive, do thot gjendjen e atij personi. E në këtë rast dhe kjo është për shejtanit. Kjo është për shejtanit dhe innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya. Allahu ka thënë Kur'an, kjo është shejtani që don mi tut njerëzit. Don mi frigue. Atë frigon do thot përmes tekos, atë frigon do përmes diçka tjetër. Andaj nuk bën me ran këtë kurth të shejtanit e me kaluar gjendja e jote kompleksive mu bo. Edhe pasaj do të është vështirë sepse kompleksi apo vezvesja në diçka është më vështirë ndoshta të hiqet se sa njeriu kur është i sulmum nga magjia apo diçka tjetër. Pra, frika nga vdekja nëse na aktivizon për të bërë më shumë vepra të mira është pozitive. Ashtu. A nëse na deaktivizon, do thot na do thot na bën pasive edhe më as i më të për jetë, as më do thot nuk mund mu çuë fare, rrin gjithë ditën rat, apo këto janë do thot intrigat shejtanit. Për kujtimi ose frika nga vdekjes për ndaj vdekjes përkundër do të më shtyj tyje edhe më shumë me bë vepra të mira. Mirë po dekën unë shpesh i thom njerëzve, thot hoç po frigona prej dekës, thash e basi e frigu ti, e ke largu dekën? Tonë, e ke shty ti fatin e dekës? Pse mirësh me ato gjëra të cilat nuk janë kompetencën tone? Pse ngarkon veten, mendjen tone, shpirtin tone, ngarkon me ato që nuk është ti edhe nëse tranohesh nga frika për vdekjes, ajo nuk ka më të ardhur veç në atë moment kur ajo është e caktuar. Po edhe nëse e lyp dekën, nuk ka më të ardhur përveç se kur Zoti e ka caktuar. Andaj do thotë në caktimet që nuk janë në kompetencën tonë, ti do thotë mos hin në ato elaborime, edhe në ato analize, por merr jetën tonë me komoditet, vazhdo me punë të mira, vazhdo do të sa ti je gjallë puno. E kur vjen vdekja, inshallah na vjen me iman edhe dal me faqe bashkë. Dhe shqetësuar thotë se në kohë provash kam humbur durimin, kam frikë se kam rënë në kufër. Edhe kjo. Mund të jetë kjo një cytje tjetër? Po, edhe kjo është një cytje dhe një ngacmim tjetër i shejtanit. Me mendu njëri se e kam bën një gjëna dhe kur Zoti s'ma fal atë gjëna, normal do thotë deri në një nivel mund më llogarit do thotë pjesë e imanit, apo sepse do ty tu ka thy zemra për çat mëkat që e ke bë, edhe çat që je i dëshpëruar që e ke bë atë mëkat, saqë do thotë mendon se a thu do të falet ky mëkat apo jo. Mirë po, do thotë me mendue se me të vërtetë ke rënë në gjendjen e mosbesimit për shkak të mëkatit që e ke bë, dhe me mendue se Allahu nuk ma fal këtë mëkat, kjo është intrigë dhe dredhi e shejtanit por me të krijuar do një jetë brenga, telashe, shtrese dhe depresione të ndryshme. Allahu xhalla xhelalu që ajeti më shpresdhënës është në Kur'an, ka thënë ulemaja, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ju robët e mi të cilët e keni ngarkuar veten me mëkate, mos e humni shpresën në rahmetin e Zotit. Dhe kemi një shtojc lidhur me pyetjen për analizën me kontrast, thot pra na vjen plotësim nga regjia, mëri zakonisht është një lëng i cili injektohet në ven para ose gjatë skanimit. Qëllimi i tij është të theksojë indet dhe organet për të bërë më të dukshme ndryshimet ose problemet si inflamacioni, tumorët ose dëmtimet e indeve. Pra injektohet një lëng në mënyrë që kur personi futet në skanim të problemet jenë më të qarta. Përmes gjilpanës ipet ajo. Pra, nuk e prish. E pranon një lëng. Po, nuk e prish, përveç nëse është ushqyes diçka, atëherë do të prish. Por ndryshe do thotë nuk e prish. Dhe tani u kompletua përgjigje lidhur me çështjen e këtij skanimi në këtë rast. Do të vazhdojmë të mirëpresim telefonata tjera, alo? Alo, telefonata e radhës? Urnani? Alo? Alo. Po, Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe shtave pit hoxhën nuk dije arabisht me lexu Kur'anin, ka bën shqip me lexue. Kaç kisha? No. Kalofshi mirë. Mirëpresim telefonuesin tjetër, Urnani. Alo? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe sa më apo hoxhës një pyetje.
Cila është pyetja? Vaktitarit bona shumë nervoz, edhe djemt shumë inguce. E dhe shka me bon me këtë pyetje. Që është inguc djemt? Nervoz bona pyetjonit. Po, edhe inguc djemt, ju vërtet? Po, vaktitarit. Mirë, faleminderit. Mirë, nuk është, po faleminderit që na telefonove, qartë është pyetja. Atëherë të dashur miq, para se të marrim përgjigje për këtë pyetje, do të shkputemi për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar tutje. Jemi rikthyer dashur miq, do të vazhdojmë tutje. Kjo është emisioni Dritarja e Agjëruesit. Me ne në studio është Hoxh Shaban Murati, me cilin do të vazhdojmë këtë rrugtim. Ishte pyetja lidhur me leximin e Kuranit, thotë nuk di arabisht, a bën shqip? Po vallai, bën shqip edhe kënaqesh të lexuar. Alhamdulillah. Edhe tu e kuptua. Po, edhe tu e kuptua edhe më mirë. Edhe porosisht edhe ata që dinë me lexuar arabisht, nëse nuk e kuptojnë vetëm e lexojnë, por nuk e kuptojnë arabisht, krahas do thotë asaj që lexojnë arabisht, atë faqe ta lexojnë edhe shqip, që ta meditojnë edhe më shumë, thellohen edhe më shumë. Elhamdulillah, sa më shumë mirë me leximin e Kuranit, vetëm se edhe kjo, do thonë nëse ki kapacitet edhe ki mundësi, mos e le pa mësue edhe me lexue Kuranin edhe në gjuhën që ka zbritur në gjuhën e originalitetit, se shpërblimi është më i madh normal se kjo është puna e leximit të Kuranit, është punë ibadeti, punë adhurimi. Po një shkruajnë që lexon në gjuhën që ka zbritur Kurani, e kije do thotë dhe të sevapem automatikisht, ajo tani shumë fishohet edhe më shumë. Andaj do thotë mos mendo se është pengesë mosha apo diçka tjetër, sepse na plot na për xhamatet tonë tash në xhamia aty tek ne janë 3-4 vjet, njëri ka 83 vjet edhe është gati është me hin Kur'an. Do thotë nuk mos Allahu e çon bereqetin, Kurani është mrekulli. Kurani është mrekulli në vete. Ka dhe unë kam dëgjuar ka për shembull prej nanave tona që nuk din fare edhe shqip me lexu hiç. Nësa do të thotë leximin e Kuranit mas 60 vite, 70 vite e ka mësue. Allah i ruajt, i forcoft. Bohem nervoz, thotë në vakt të iftarit, i nguci djemt. Mendoj që... Edhe nervoz edhe i nguci djemt, dyja të hoqë. Edhe kjo për shkak dohanit. Dohani sebe. Po, dohani e nervozan. Mendoj që Allah ja mundësov me lanë këtë punë dohanit, se me të vërtet është një punë e keqe dhe është një ves shumë i ranë. Mendoj që pak më unal me logiku kë prindi, edhe më unal me meditu, mi afton që kjo, për mi thonë dohanit mos si me mua. Mi afton që kjo, për mi thonë dohanit si me mua. Sikur njani, që më ka pa të regue, tha u lodha në punë shumë. Tha edhe unë gjita në banes, tha në mes natës. Tha edhe unë gjita në banes, tha kur hapi frigoriferin, tha nuk gjeta asgjë me hangër. Ushqim. Po, ushqim. Ushtrita, tha për me ra me fjetë, hajtë se ha nesër, kur qonë. Pra hoqi dorë nga ushqimi. Po, hoqi dorë nga ushqimi. Kur i ka shti dorë në gjepa, s'ka cigare. Edhe tha nuk kam ditë, tha gjovesh kur e kam pa vetën të dera. Tha për me shku me bletë cigare. Për ushqim, ka bo sabër dhe në sabat, për cigaren, tha automatikisht, tha instinktivisht, tha dola të dera. Unisa me ble. Po, unisa me ble, edhe ato i kom thonë. Ka që i poshtër je boti, më ke qitë derin qëtë nivel mua, unë e përbok me më konë unë, tha, edhe isha juritën, unë më konë me ra me fjete, mos me pritu me dalë, për ty mos me pritu me dalë, tha, edhe ato e kom braktis. Andaj mendoj që edhe është situatë, pak që edhe kjo prindi, kjo baba, që në këtë moment për deri sa i shkakton nervozitet familjes, vladve, i bën probleme të lashe. Le të lejek dorë. Wallahi nëse e bën për Allah, Allah i ka me ndihmue. Nuk është ç'më thon, është mendimi jo i drejtë, më thon dikush, unë nuk muj me lan. Kjo është do thotë vezvese e shejtanit. Nuk ka, na plot kemi njerëz që e kanë pije edhe e kanë hangër cigaren, se jo me pije, mirë po e kanë lansat. Pse? Kur lidhet me bindje dhe kur lidhet me tek Allahu, e tani atë nervozën tonë, që tipët pas dohanit një kokë normal që kimi po nervoz, ajo nikotina ka me kërku, do thotë atë cigaren,
ka me ndiku mendjen tonë, ka me të shkaktu do probleme të lashe, po zavendësoje me përmendjen e Allahut, zavendësoje me... Dhe pikrisht hoqë këtu desha të ndalim pak. Me në lezim të librës, zavendësoje me në kohë namaz. iftarit është kohë e lutjes. Dhe kjo, sidomos tash... Ta zavendësoj me këto nervoza, me këto probleme, me lutje, ti ngrisin duar. Sidomos kjo para iftarit, tha po bona nervoz. Po, pikrisht atëherë është koha atëherë leti lutjes së pranuar, apo jo? Po në iftar është një dua që pejgamberi ka thënë nuk kthehet te mas. Është një moment i duas që nuk kthehet te mas lutja. Lutju Allahut me sinqeritet. Edhe për me lënë cigaren. Edhe për me lënë cigaren. Po pra. Vazhdojmë tutje, mirëpresim telefonatën tjetër. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Cila është pyetja juaj? Unë për Hoxhën, veç desha me përshëndet, jam një dëgjuese prej Ferizajit. Po? Edhe e kom pas një farë prove që me ndihmën e Hoxhës e kom te kalu me këshillat e Hoxhës. Alhamdulillah. Desha me falenderu, Zoti është përbleft. Nuk kam pyetje. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Na harronin duan lutjet e juve. Allah i shpërblet. Natën e mirë, selam aleikum. Aleikum selam. Do të vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshna me bën një pyetje rreth Ramazanit. Po? Deshna me pyet Hoxhën, kam tash lojë tash sportist futballer, kam lojë jashtë 200 km tash mbi më udhtue. Edhe deshna me pyet Hoxhën, am takon me agjeru, se shumë po thonë se je udhëtar dhe nuk takon me agjeru, edhe plus tash loja, deshna me pyet Hoxhën, ti apo don me agjeru? Po. Mundesh? Për më tha mundem. Mirë. Dhe t'ju sqaroj, Hoxha. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, kemi një tjetër telefonat. Alo? Urnane? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po tha veç për përshëndet Hoxhën edhe juve për emisionin që në knash. Faleminderit. Edhe Hoxhën Shaban e përshëndet shumë, janë një ndjek si Hoxhës kështë është shumë Hoxhë mirë. Allah është përbleft. Amin. Edhe që ka që po, da faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe juve për telefonatën dhe përshëndetjen. Natën e mirë, selam aleikum. Aleikum selam. Sportisti thot, kam përtulltuar për një loj sporti, am lejohet me agjeru, se kanë thënë nuk bën me agjeru. Fakt, a i mundet. Normal, si dispozit, do thotë, kjo e ka drejtën me mos me agjerue. Për dhe sa ullëtan një ullëtim 200 km, do në logaritet ullëtar. Dhe nuk ka nevoj me thonë, ata e kanë saktuar lojën, nuk ka nevoj me thonë, unë e sot jam agjerusëm edhe nuk muj me ullëtu për këtë lojë, për dhe sa do thotë është i kyqen këtë sistem. Pra ka të drejtë të zgjedhë, të agjeroj apo jo? Donë mirë po, nëse agjerimi nuk ndikon në dobësimin e ti, atëherë do thotë që shka thonë Allah në Kur'an, o anë të sumu, khajru lakum, që të agjeroni është më mirë për juve. Nëse kë e din vetën që mund me agjeruë, nuk ka problem, nuk ka nevoj me prish. Mirë po si dispozit do thotë e ka të leju. Udhtari lirohet nga agjerimi, pastaj e kompenzon ditë për dite. Pra jo si kurse i kanë thënë, është ndaluar agjerimi. Po, nuk qëndron kjo. Nuk qëndron kjo. Do në varet pe i gjendjes personit që ullëton. Qartë. Vazhdojmë tutje. Alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një motër, muslimanin nga Gjilani. Po? Deshta me përshëndet Hoxhën, me falemderu. Allahu jashtur të mirat, e azar gjitha të mirat. Hoxhë se meriton. Hoxhë që vërtet, vetëm Zoti që ka dasht, ja ka zonë mirësit, edhe nuk di që ka ma tepër me tonë për këtë Hoxhë që ka respekt veçant në komunitetin e Gjilanit dhe të rrethinës. Veç përshëndes dhe të falemderoj, ka bërë shumë të mira. Është njeri që pasun Zoti, po ky është do me thonë që njerëzit i kthen në jetë normale. Allahu e shpërblet, Allahu e shpërblet në familje. Kalofshi mirë e inshallah me të mira këtë Ramazan. Amin. Faleminderit shumë. Është kënaqësi Hoxh kur besimtarët janë të kënaqur dhe janë të lumtur me kontributin e Hoxhës në shoqëri. Bismillah, Allah azza wa jalla që të pranoj. Amin.
Amin. Allah i shpërbleft, Allah i nderoft hoxh. Do të vazhdojmë tutjet. Do të mirpresim një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Urime muaj shenjtë Ramazanit. Faleminderit, urime edhe juve. Desha mja vot do pitja në Sëban. Po? Jam një Allah besimtar, jam konë pa bo namaz, po do me thonë edhe i di gjenavat e mija që i kom bon. E kom bon shumë gjenavat, qatë gjenavat shumë që kom bon që më vjen tërpi zëvëtit, e ka kaj falje pënduana për çdo ditë i lomi Allah që ka falje, dhe që ma ka qollë zëjmin. Pënduana dhe pënduana, e thamë zëti ka më pëndo të esat ma marrë ki shpire që ma ke falje, që më vjen tërp që i kom bon të gjenavat, e zëti ka dosh ma ka qollë zëjmin, thamë a do të me bon 90% gjenavat që i kom bon, i përsërit vazhdimisht, a kërkëm me një pendim, me kërkëm me sinceritet, dhe mos mu pendo për ato gjenohe, që shumë ma mirë për që ta do me ditë. Interesant. Pyetja tjetër? I fali 5 kër namaz, që e më ka të zëti që 10 vjetë e më zonë në rëkëm e drejt, baj dhikër, mas pakti 2 herë i stikfar që i në ditë, pendim, salavatë më ka një qenë herë, lajla Allah, shumë pa ndërprej me heqë, dhe Allah më ka mundësohë që ta. E që të vitja. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Vetëm se hoxha e përmendët ajetin 53 surës Zumar më herët për ata që pendohen, ata që gabojnë në fakt. Dhe që pendohen, ka Allah azza wa jall. Falenderoj Allahun që vëlla që dhe le ta dinë se Allah gëzohet me pendimin e tij. Gëzohet me pendimin e tij, do thotë që ka përmend në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili do thotë mo i ka çu dur për kësaj jete edhe në një udhtim që ka qenë, edhe i kthehet Zoti thotë edhe ose e prit dekën, edhe i kthehet prap jetës, thotë o falenderon Allah dhe thotë ti robi jem, unë jam Zoti yt, gabon, ngatrohet nga gëzimi i madh, kupton që ashtu thotë pejgamberi gëzohet Allahu xhalla xhelalu për pendimin e robit të tij. Andaj falenderoj Allahun që ti ka hap dyert e pendimit dhe gjithmonë le të jetë pishmallëku ju ti vazhdueshëm. Mirë po jo në ato që edhe që përmendëm më herët, me humb shpresën tek Allahu, me thonë valla s'ma fal Allahu këtë mëkat. Allahu e fal shirkun, mosbesimin, nëse pendohesh tek Allahu dhe nuk vdes do thot me të, e mos flasim për mëkate të tjera që do thot për çdo gjë, për Allahun është e çdo gjë. Dhe Allahu e don robën i cili pendohet. Inna Allahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen. Andaj do thot Allahu tregon Kur'an dashurinë ndaj atij i cili pendohet tek ai. Andaj elhamdulillah inshallah rrugën tonë dhe mesazhin ton e ndjekin edhe vëllezërit e tjerë, edhe ata që ndëgjojnë, edhe ata që do të takohesh me ta, inshallah sa më shumë puno për punën e për këtë dinë, për këtë fe, që ti kthesh njerëzit në rrugën, sepse ti sigurisht se me ato gjëra që i ke bëu më herët, ke pas shoshni, ke pas rreth, ke pas njerëz që të kanë ndihmuar mi bëu ato mëkate. Andaj mos i lën ata në rrsirë qysh ti ke qenë më herë, se tash ti ke kuptue realitetin e jetës. Andaj mundohet që edhe ata ti tërheqësh, qoftë ti bësh në xhami, ti ndëgjojnë ligjëratat e hoxhallarëve, këshillat, ja u jap ndonjë ligjërat dikujt prej hoxhallarëve që janë njoftër, që prekin zemrat e njerëzve, që kanë popularitet, që kanë do të thotë pranim tek njerëzit, e mundohet sa më shumë që nxjerrsh njerëzit nga ajo gjendje në të cilën ti ke qenë. Mos u mjafto vetëm me gjendjen tonë, me thonë unë jam mirë tash elhamdulillah e të tjerët, po që ka kajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë edhe do thotë e ka bojt dertin edhe u shpiklu shumë sa që Allah ka zbrit ajete wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, ka thonë mos e shkatërro veten me mërzinë tonë, por njerëzit që nuk po të besojnë, do thotë aq shumë pejgamberi ka qenë i kujdesshëm që njerëzit ja mësoj hajrin. Inshallah Allah ta mundson që nga ti të kthehen edhe shumë tjerë të cilët e njeh dhe të kanë njoft e ndjekin rrugën tonë. Dhe përmendi bëj shumë dhikër, salavate e tjerë. Po, normal do të kjo shaj e pranimit të pendimit, kur njeriu do të thotë e kthen do jetën e tij në vepra të mira dhe bën vepra të mira sa më shumë, kjo është shenjë e pendimit tek Allahu xhelle xhelalu. Vazhdojmë tutje, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. I kam dy pyetje për hoxhën. Po. E para rreth qelimeve për të vdekur. A janë preferuar apo është bidat marrja pjesë në qelime? Edhe pyetja e dytë, pjesëmarrja po.
Edhe pyetja e dytë rreth namazit të teravive. Unë në shumicën e kohës teravit i fali të shtëpia, për shkak se s'më premton koha, edhe vi shumë vonë të shtëpia pe punë. Edhe të shtëpia i fali nga 2 rekate. Për dallim se në xhami i falëm shumicën e xhamia në Kosovë falën ka 4 rekate. Po më ka ndodhur se në Shqipëni i kena fal ka 2 rekate, çdo 2 rekate kena dhënë selam. Cila është më e preferuar? E qartë. Faleminderit. Ka që kështu. Natën e mirë, selam aleikum. Natën e mirë, aleikum selam. Ecim tutje, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Fillimisht urime muaj i shenjtë i Ramazanit dhe Allahu ju shpërbleft për këtë emision kaq të mirë. Amin edhe ju. Desha të pyes Hoxhën, a është hijreti apo shpërngulja nga një vendi në një vend tjetër, sprov apo begati? Dhe do me thënjën e ajetit ku gruaja e faraonit ju ka lutur Allahut, o Zot, ma bë një shtëpi time në afërtej në xhenet, do me thënë ku është esenca kur ajo ka jetuar në pallat, do me thënë cili është kuptimi i këtij ajeti, dhe a lidhet me jetën tonë reale, ku na ngushtohet jeta ndonjëherë të bëjmë shpërngulje. Allah ju shpërbleft. Amin edhe juve. Mirpresim telefonatën e radhës. Alo. Aleikum. Aleikum selam. Kisha me falendero Hoxhën dhe kena diamant. Alhamdulillah. Ma komuna Gilanit. Faleminderit shumë. Për Hoxhës, për na që si muslimon që jena i bojna do punë, që do të mi bojna dhe apet i bojna, do gjinohe edhe. Qëla është ajo, që më thonë ajo pika që mos me më shku dhe të qaj gjina këtë dina që është gjina dhe e bojna, qaj punë që është e keqe. Pra përsëritja e gjinahet. Faleminderit. Pa, përsëritja punë të këqia të më. Shumë faleminderit. Allah është problem të Hoxhën i rrasë lef. Amin. Salam aleikum. Aleikum salam. Kalojmë tek qëllimet, thot pjesëmarrja në to është bidat, është ndaluar. Fillimisht Allahun e lusme që gjithë ato urime, ato fjalë që i thanë inshallah ju kthehen familjet e tyre me të mira, me hajre, me bereqet inshallah. S'ka dyshim se njëna prej ka thënë prej hileve të duas është do të thotë ti mu lut për dikan e tani me laçet bojnë amin e tojnë edhe o Zot edhe tyje çish po bën dua për to. Inshallah me laçet bojnë dua për këtë lutje që i bojmë vëllezërit e motrat. Por neve po edhe për gjithë hoxhallarët, sepse me të vërtetë shpesh herë në hoxhallarët do thotë ndoshta jemi në situata që ndonjë sprova apo diçka breng apo diçka që ndoshta lutjet e xhamatit neve na nxjerrin nga ato situata edhe dalmi faqe bardhë, alhamdulillah. Gjithmonë le të jenë pjesë e lutjeve të vëllezërve tanë dhe motrat tonë le të jenë hoxhallarët në hisën e tyre, sepse janë çata që na ka mësuar neve fen hoxhallar që na i kemi pas për herët që na ka mësuar tash që do thotë na mësojnë edhe do të vazhdojnë inshallah. Me të vërtetë do thotë ata që mundohen me ta pastruar shpirtin tanë edhe me të ndihmuar në largimin e brengave, mendoj që janë të rëndësishëm në lutjet e çdo besimtari. Tjetra, puna e qëllimës do të thotë është një çështje që kuptohet do thotë edhe fetarisht dispozita e saj. Qëllimi është mirë me bëu vetë sa ti je gjallë, më e mira është, thon. Për këtë arsye në një moment kur unë pata prezantue dhe një fshat xhamatin, do xhamati imi i xhamis, që dëshmojmë për ibadetin e madh që e ka bën xhami, sa ka qenë gjallë në pleçninë e tina. Edhe dhikr shumë ka bëu, po për shembull ka ardhur në orën 8 apo 9 mëngjesit dhe deri në dreka i kanë tu fal në xhami. Me vetë me plot. Për këta thash kur organizuan familja qëllime, thash për këta do thotë për njëri të tillë thash edhe mos me pas qëllime hiç, thash është e panevojshme sepse ky vet ka bëu qëllime sa u kon gjallë. Do thotë mundohet që ti jesh ti ai i cili bën qëllime për veten tënde. Mos i lejo vetes që tani dikush tjetër me ta shlyje borxhin që ti e ke lënë. Normal në këtë proces qëllimës ka do thotë edhe gjëra të mira dhe jo këshilla, jo
jo derse ndryshme. E nëse shfrytëzohet për këtë rast, inshallah, Allah azza wa jalla na shpërblen sipas niyetit që e kemi. Por ka raste që qëlimja është bërë edhe një sikur një farë rutine apo një farë gjë që hajtë se do të me kry patjetër, as hoxha ndoshta nuk është në nivelin, por me prezencës tine aty, me fjalë, me këshilla që jep, po edhe xhamati që janë ata nuk e kanë fort dert apo thojnë la ilaha illallah apo po bojnë një lutje apo doa, po na thirr do të në një zakon. Një zakon, një traditë, po na thirr do të më kon patjetër çatë opton. Bile shpeshherë hasme kur bojnë zhurmë, kur nuk janë do të thotë nivele, sidomos kur janë pak mançosh atje dikon që nuk i sheh të bojnë mohabete këtu, kjo nuk është edukate e muslimanit. Andaj do të thotë mundohet që me lutjet e me qëlimet ti jesh do të thotë ti sa i jesh i gjallë me këto vepra, inshallah Allahu i pranon. I fal teravit në shtëpi nga 2 rekate. Namazi teravive është normal, është namaz vullnetar, edhe në shtëpi mund të falet, sidomos Allahu përmend që kthehet vonë dhe ndoshta nuk mund të izo teravit në xhami me xhamat. Nëse ka mundësi me xhamat, kjo është më e mira, sepse i vetmi namaz nafile që është i lehtësuar të falet me xhamat, të mblidhen njerëzit, edhe për çdo ditë brenda 30 ditëve apo 29 ditëve, është do të thotë në Ramazan. Andaj do të thotë teravit në Ramazan që falen me xhamat e kanë vlerën e farzit jashtë Ramazanit. Andaj nuk duhet mi neglizhu me thonë, ose me thonë hajtë se s'po shkoj fare, pi falin shpe, kur ti ki mundësi, ose me thonë do të thotë, hajtë se pi fali pak edhe po dalë se mjafton. Jo, sa të falet imami, falu edhe ti me imamin. Kur ta kryni imami, përveç rastet që kine i nevoja, i diçka, amo nuk është edhe e mirë edhe e jeshme, me u shkput. Më shkput nga namazin, ndërsa kur ta shesh, kur delsh ti pe namazit e sheh, do thonë tu e pi një kafe ose me një restorant ose me një kafe, tu nejt, nuk është kur gjë tu bë. Bile falu ma mirë, edhe nëse nuk mundesh në kam, falu ulën. Po nuk ka patjetër më konë kom, do thotë namazi i teravive ka një vlerë të veçantë në Ramazan, nuk duhet me neglizhue, mirë po nuk është patjetër më falë në xhami, mund ta falësh edhe në shtëpi, edhe nga 2 rekate është më e mira të falet. Do në çdo namaz jashtë namazeve farze që Zoti i ka bë, do thotë më e mira është të falet nga 2. Hijreti, sprov apo begati? Tashmarët qysh për çka shpërngulesh, cili është qëllimi që shpërngulesh. E normal, nëse do thotë shpërngulesh për një të mirë dënjas, po edhe për një të mirë të fesë, për shembull je dikun fell në zona të fella që nuk mund të shkosh në xhami rregullisht, nuk mund të shkosh në legjërata me mësime, me ndryshme, nuk mund të avancosh do thonë në aspektin fetar, është më mirë nëse ke mundësi të afrohesh dikon ku tipet kjo mundësi edhe do thotë që ta bësh një jetë si besimtar më të mirë. Mirë po, nganjëherë do thotë njeriu ndoshta i lën do të mira me një vend, edhe shkon në një vend që e gjen edhe më keq, kupton? E këto mendoj që duhet të bëhet matjet. Normal, nëse qysh ka qenë hijreti pejgamberit, nëse ik prej një vendi që do thotë ki vështirë ta mbash fenë, ki do thotë trysni, do thotë ki presion, atëherë është mirë që ta zgjedhësh në vend ku mbahet feja më lirë, më shlirë edhe më mirë, edhe forcohet edhe imani jot, forcohet do thotë edhe feja jote. E përmendi gruan e faraonit e cila kishte bërë lutje për një shtëpi në xhenet. Cili është kuptimi i kësaj dhe sa na shërben neve thot kur jeta na ngushtohet? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allahu ka thënë kush ja ka dron Zotit, Allahu i gjon zgjidhje gjithmonë, do thotë i bën rrugdalje. Andaj gjithmonë jemi të lidhur me Allahun xhalla xhelalu. Dhe në momentet e brengave dhe mërzijave dhe pikëllimeve tona, ti mbështetin dhe ti drejtohemi Allahut azza wa jall. Allahu është ai i cili ka thonë wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Dhe ai i cili mbështetet Allahut, Allahu ka më mjaftue atij. Andaj do të Allahu din me nxjerr prej situatave më mirë se sa ti që din për veten tonë. Gjithmonë ti jesh i mbështetur tek Allahu xhalla me një mbështetje të plotë, ti ki frikë Allahun vazhdimisht në jetën tonë, Allahu xhalla ka më gjetë rrugdalje dhe do të thotë lutë Allahun xhalla xhelalu që
ta kompenzoj këtë sprovë ose këtë vështirësi që e ki në jetë, ta kompenzoj me sabrin që e bën atë, ta kompenzoj me shpërblimin në xhenet. Gruaja e faraonit do thotë e dim se ka jetuar në pallatin e faraonit, armiku më i madh njeriu që ka quajtur veten Zot, mirë po nuk ka pas gjë tjetër për këtë arsye edhe do thotë e ka ruajt imanin e saj, edhe e ka ruajt bindjen e saj, ka besuar në Musa alayhis salam, ka besuar në Allahun azza wa jall dhe për këtë boll do thotë e ka pas provën me ta në këtë dunjë, i ka thonë o Zot ndërtoma një shtëpi në xhenet, e mos më lë me qenë bashkë me këtë person, me këtë bashkëshort, se realisht e ka pas burr, mirë po në ahiret do thotë ka kërkuar që ta shpëtoj Allahu xhalla xhelaluhu nga trysnia e tij dhe nga zullumi që ja ka bërë. Qartë. Kthimi apo përsëritja e gjunaheve. Kjo gjithashtu është temë që diskutohet në librat e fesë, nëse përsërit gjunahin, a është kjo argument që Allah që do nuk e ke pas pendimin e sinqert? Edhe është argument, a mund të thotë njeriu se s'ma ka fal Zoti, mase po ma mundson ose po ma lejon prapë që ta bëjnë të njëjtin gjuna ose të përsëritë gjunahin? Normal njëna prej kushteve të pranimit të pendimit është që mos me përsërit gjunahin edhe njerë që e bën. Mirë po, nëse njeriu prap do të thotë është penduar sinqerisht, ka vendos, mirë po prap shejtani i bën do të thotë ja josh, edhe prap shejtani do të fut në mëkat, prap kërko falje tek Allahu dhe mos e humb shpresën asnjëherë tek Allahu xhalla xhelalu. Hadithi që është një hadithi shumë shpresdhënës dhe i njohur që një rob e bën një mëkat dhe i drejtohet Allahut azza wa xal, thot o Zot, thot e kam bë një mëkat, ma fal. Allahu xhalla xhelalu thot e diti robi jam që ka Zot që i fal, edhe ja fali mëkatin. Kthehet prap dhe mas një kohë e bën prap njëjtin mëkat. I thot o Zot, thot fal më prap mëkatin. Allahu xhalla xhelalu i drejtohet thot e diti robi jam që ka Zot që fal, edhe prap kum ja fal. Prap do herën e katër kur e bën, atëherë thot Allahu xhelalu robit tam ja kam fal mëkatet. Andaj do thot mos me hap rrugë shejtanit, ti mundohet që të largohesh sa më shumë nga gjunat, po përderisa jemi njerëz dhe kemi prap mundësinë për të gabuar, atëherë do thot mos na fut shejtani në atë lojën ose në atë kurthën që me na humb shpresën nga mëshira e Allahut. Do të vazhdojmë edhe me disa telefonata. Alo? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam një motë muslimane. Po? I kam 64 vjetë. E që 3 vjetë i kom su gërmat arabisht në datë, në telefon. E kom bon hatë me 13 herë. Po? Tana, edhe të baj namazin ma e baj 5 vaktët, namaz në të baj namaz doa e po? Baj zikër ka 1000 herë, 1500 herë. Këtë në regull, po këtë lezoj Kuran tash të i ka prek, që një 4 muj, këtë lezoj Kuran nuk më zaj gjumë me heqë. Nuk e di shka në problemi. Ata që ta i në Ramazan, ja kom njësë me bon haut me jetë, më njësë me lezu, po gjumë nuk më zaj heqë. Kam shumë probleme, kam ushtim, së më zaj gjumë me heqë. E kuptuam, falenderit. Faleminderit edhe juve, selam aleikum. Aleikum selam. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Alo, Urnoni? Aleikum selam. Isha dy pyetje për hoxhën. Po? E para është unë që 6 vite afro e fali namazin, po që të vitin e fundit po kam shumë cytja gjatë adhurimeve, si namaz, si abdes, si gjatë dhikrit, po thëmë mos e harrova këto, jo këto, mandej kur po mundohem me injoru, po thëmë çka nëse për një me kum gabu e për shpërfilli namazin, kisha pas shef një këshill për këtë. Edhe pyetja e dytë është në lidhje me meditimin islam. Nëse kish mujt me na tregu pak hoxha si është meditimi në islam, çka dallon prej meditimeve tjera. Unë për shembull kur e lexoj Kur'anin në gjuhën shqipe, nolna dhe i mendoja jetet, për shembull lidhet me diçka që kam mësuar, jam edhe studente,
Mandej, si me thonë, mahnitna me ato që ka kriju Zoti dhe që na e ka shpoll në Koran para shumë shekujve e që sot shkenca po mbrin me zbulu. A është ky një lloj meditimi apo është ma ndryshe? Kuptuam, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit, me që po e shoh se është në pritje. Alo? Alo, assalamu alaikum. Aleikum selam. A ka mundësi, hoxha i nderuar, na komentoj ajetin 4 në surën Al-Gjumah. Cilën surë? Al-Gjumah. Al-Gjumah. Po. Mathalu alladhina. Faleminderit. Thot e përmendi pra adhurimet që i bën vazhdimisht, por kur lexon Kur'an nuk e zë gjumi. Mendoj që motra përmeni shumë prej punëve që i bën, prej veprave që i bën, prej ibadeteve që i bën. Alhamdulillah, Allah ja shtoft inshallah. Inshallah Allahu shpërblen për këto ibadete, për këto punë të mira. Gjithmonë të mundohemi do të thotë që sa më shumë të shtojmë ibadetin edhe mos të i publikojmë do të thotë veprat tona dhe punët e mira, sepse kjo është më afër sinqeritetit dhe më afër pranimit. Në këtë rast, mendoj që pak, ndoshta motra edhe pak, në bazë asaj që përmendi, ndoshta e ngarkon vetën pak tepër, që duhet saatën fa saat, pak me pushue, pak me më marrë me ibadet. Nuk besoj që Kurani do thotë duhet me kriju e pa gjumësi tek ajo. Nuk e di çfarë moshe i përket është kjo motra. 64 vjeçare thotë. 64. Mirë po, do thotë Kurani është qetësues i shpirtit, është do thotë ilaç i zemrave tona, edhe besimtari kënaqet me leximin e tij, por mendoj që megjithatë do thotë duhet ta gjejë një kohë për të pushuar dhe mos me ngarku veten sepse jeta është pak më e gjatë dhe nuk e di a ka mundësi që të vazhdosh vazhdimisht me çet tempo të ibadetit dhe të leximit Kur'anit. Andaj do nuk bën që të ngarkojmë në atë mos sa që me thonë me kriju lodhje ose raskapitje se këta nuk e ka preferuar as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç është rasti kur ka hyrë në xhami e ka pa një litar të lidhur prej shtyllës në shtyllë, ka thonë, e kujt është ky litar? Ka thonë pejgamberi, kujt është ky litar? Ka thonë Zejnepës. Ka thonë pse? Ka thonë falet dhe kur lodhet shumë, kapet për litari dhe vazhdon namazin, ka thonë zgjidhja. Ka thonë let falet sa të ketë mundësi, sa të ketë kapacitet, let bit pushoj. E kjo është do thotë kjo është do të rahmeti i fesë tonë. Nuk na ka ngarkuar me ata që nuk kemi mundësi ta bartim. Vazhdojmë shkurtimisht edhe me përgjigjet fundit, po thot falem, kam cytje në adhurime, mos kam harru diçka. Mendoj që kjo është derë që shejtani do në më fut tek ti përmes e punëve të mira, që me kriju vezvese dhe komplekse në punë të mira në këtë rast në namaz, e ti pastaj do thot me të bo rënë namazit, se dikur nëse jetë ka gjysore të marrë avdes në banjo, atër do thot ka me të bo bajat mo, se nuk kime pas kohë, do thot ki dorzohesh, lodhesh. Po, lodhesh edhe raskapitesh, po ashtu edhe në namaz. Nëse vazhdimisht do thot mendon se ka harru një recate, çdo herë bose vesejde, atëherë do të lodhesh raskapitës, e që ky është qëllimi i shejtanit, që me të privu ose me të largu tyje nga ibadetin. Këtë rast do thotë, kanë thonë ulemaja, nuk ja i kushton vëmendjen kësaj çështje. Do në harresa është natyrshmëria e njerit, mund me harrue ndonjëherë. Mirë, po çdo herë me harrue kjo nuk është harresë, po kjo është vese e shejtanit, që duhet me mshil këtë derë shejtanit, që mos me të krijue probleme edhe më të mëdha. Sa ai nuk nalet me kaq. Do thotë bën me fillu me harrue në recate, pastaj ka me ta shtuar në diçka tjetër, dozën ka me ta rritë edhe më shumë.
sa që do thotë nga njerë tani mo nuk i beson as vetës tonë, as gjo, as në veprime tjera, andaj do thotë shejtani ka qef shumë me shti njerin robin e Allah në komplekse edhe me zvese, që ai do thotë vazhdimisht me qeni angazhum me mendjen e vetë, ku se bona këto mirë, ku se bona këto mirë, ku se mshela derën, ku e qela derën, don edhe vazhdimisht jetë me këto preokupime e që dikur tani don me të bo pesimist në jetën tonë. Andaj do thotë ruju, kujdesu dhe do thotë vazhdo që ashtu, do thotë edhe nëse mendon se ke harrue, mos ju kthe mot e mas. Një 3-4 herë do thotë jenë luhatje, dikur do të largohet. Pra injorat sytjet. Meditimi në Islam është pra sikur e përshkroi, tha mendoj rreth madhështisë së Zotit, rreth krijimit e kështu me radhë. Allahu xhalla xhelalu do thotë meditimin e ka përmend shumë në Kur'an. Dhe njëna prej gjëra që më shumë të e mban imanin e besimtarit është meditimi në atë që ka kriju Allahu xhalla xhelalu. Inna fi khalqis samawati wal ard, në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës ka ajete, ka argumente, për ata që ka fakte. Andaj do thotë shumë është e rëndësishme të meditojmë në atë që ka kriju Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe për këtë ajet që e lexova ka thonë pejgamberi mirë ai i cili e lexon e nuk e mediton këtë ajet. Do thotë. Andaj do thotë ky ibadet i madh që është ibadeti i zemrës ka nevojë shumë të futen në jetën tonë dhe të meditojmë në atë që Allahu ka krijuar. Mirë po nganjëherë do thotë duhet me pas kujdes sepse shejtani do thotë të fut në disa meditime, në disa gjëra që fetarisht nuk qëndrojnë dhe janë të ndaluara. Edhe të meditoj për shembull në qenjen e Allahut, meditojnë ata, andaj duhet me pas kujdes në këtë çështje, sepse edhe popujt tjerë edhe fe tjera e kanë meditimin. Mirë po e kanë meditimin në formë të gabuar. Do në atë anën do thotë asketin apo në anën do thotë që me fut në një botë tjetër, jo. Ti je musliman, besimtar, vazhdon jetën tënde dhe në ndonjë moment do thotë mendon për me shtu imanin tënd dhe me rujt imanin tënd, mendon në ato që Zoti ka kriju prej krijesave të tij, edhe forcohesh edhe nga aspekti imanit. Shumë shkurt ajeti 4 i surës Al-Juma. Mendoj që ka për qëllim është ajeti nuk e Mathalu alladhina humilu at-taurata. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën ai ja jep kujt të doj. Allahu është Zoti i mirësisë së madhe. Po. Ajeti tjetër tani vjen pas këtina, mendova mos e ka për qëllim këtë ajet. Do thotë Allahu azza wa jalla thotë dalika fadluti me yasha wallahu dhul fadl azim. Kjo është mirësia e Allahut, i jep kujt të doj. Allahu është pronari i mirësive të shumta. Me këto Allahu xhalla xhelalu don me na porosit neve që të jemi falëndërues ndaj Allahu xhalla xhelalu dhe mos bëhemi mendje madh nëse Zoti ka dalluar me diçka prej tjerëve. Të ka bë pasunik Allahu xhalla xhelalu dije se është pe Allahut, është begatia e Allahut, sepse do thotë jo me mendjen tonë, sepse ka njerëz ndoshta më të mendshëm se ti, ama nuk ju ka dhënë atë begati që Allahu ta ka dhënë. Dikujt ai ka dhënë pozit, falenderoj Allahun xhalla xhelalu. Mos mendo që me kapacitetin tonë edhe me fuqinë tonë edhe me do thonë me politikën tonë edhe me aftësinë tonë e ke bënë gjë. Jo. Gjithmonë kërkoje do thotë edhe falenderoj Allahun xhalla xhelalu për të mirat që ti ka dhënë. Allahu i dallon robët e tij me gjëra të ndryshme, dikujt e jep diçka, dikujt e privon nga diçka. Këtë bëhen me urësinë e Allahut azza. Asgjë Allah nuk bën nga padrejësit apo për të i në hak dikujt, mirë po secilin do thotë secilin gjë e vendos në vendin e duhur. Nëse të ka dhënë Allahu diçka, falënderoje Zotin për atë dhe dije se është mirësia e Allahut. Nëse nuk të ka dhënë diçka, kërkoje nga Allahu xhalla xhelalu atë që është më e dobishme dhe më e rehatshme për jetën tonë. Faleminderit shumë hoxha. Allah i shpërblet. Faleminderit juve. Të dashur që ishim me hoxhën Shaban Murati nga Gjilani dhe tani japim hapësirë radh hoxhës Muhamet Dërmaku që është po ashtu nga Gjilani me të ftuarin e tij të radhës në emisionin Në Sofrën e Ramazanit. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.